Jam i shëndosh dhe dua të dobësohem patjetër. Nëse do t'i ngjaja modeles si Irina Shajak, do t'isha perfekte. Kjo është dëshira e shumë adoleshenteve të cilat kërkojnë të kenë një trup perfekt, të jenë elegante dhe të suksesshme si idhujt e tyre në botën e modës dhe spektaklit. Zgjidhja është mbajtja e një diete drastike, pa u konsultuar me asnjë specialist. Humbja e 25% të peshës reale rezulton fatale për jetën. Por të qenë perfekte dhe adhuruar nga të tjerët duhet sakrificë madhe. Një vezë të skuqur në mëngjes, pak kos në drekë dhe në darkë vetëm një mollë. Kështu rrëfejnë në historitë e tyre të ndryshme Brikena 25 vjeçe, balerinë profesioniste dhe Ilda 18 vjeç, maturante në shkollë të mesme. Unë kam harruar shkollën e baletit edhe nga vetë profesioni besoj se kjo e shtyu këtë gjendjen time psikologjike që u rëndua derisa arrita që unë nuk haja fare, çdo gjë që edhe sadopak që haja e ville që shkoj drejt anoreksiks. Unë e kam lidhur gjithmonë vetëm me profesionin tim. Imazhi i baletit duhet të jetë sa më elegante, sa më e dobët, edhe kjo i shtyn. Përveç meje, unë njoh edhe shumë shoqe të mia, është si sindrom e balerinave. Para 2 vitesh, vazhdoj si një stres, më pas si fiksim i një diete, një peshe, ose thjesht mënyra për të kontrolluar botën, për të vënë drejtësi, kur nuk mundesh, atëherë vendos që të kontrollosh veten dhe mënyra më e mirë është ta bësh që të vdesuria, është diçka që e kontrollon më së miri, ndodhi më të them pa dashur, sepse është diçka që e bën pa vedije. Nisi në periudhën e provimeve të 9 vjeçares, që ndërpreva ushqimin dal nga dal, derisa përfundova që nuk haja më asgjë. Kam plot 5 muaj që vazhdoj rikuperimin me një psikologe, me dietologen, edhe vazhdojmë sot e kësaj dite rrugën e luftës kundër anoreksisë. A kishit momente që soni gjendje të fiktit dhe situata të tilla? Kjo ndodh domethënë kur arrit peshën minimale, siç arrita unë gjatë kësaj vere. Pesha minimale që kam të ka qenë 37 kg. Kur rrezikon për jetën, domethënë është limiti i jetës, sepse vazhdon përballesh me problemet e zemrës, përballesh me problemet e tensionit, është dhimbja e kokës, të fiktet. Unë kam rrezikuar infarktin, kam rrezikuar komën cerebral për shkak të vlerave të ulta të elektroliteve, edhe plot probleme të tjera. Unë nuk haja fare, gjithë ditën nuk mund të ushqesha fare. Ose një kokë rrëves mund të haja, më dukej sikur më fryej stomaku, kisha ngrënë shumë në mendjen time, perceptimi im ishte sikur kisha ngrënë 5 vakte, jo një kokë rrëves. Balerinat, gjimnastet dhe modelet janë kategoria e njerëzve më të prekur nga anoreksia nervore. Gjithçka lidhet me profesionin, dietat dhe kaloritë që ato djegin nëpër palestra. Brikena që punon si balerinë profesioniste në një televizion privat, tregon se si është përballur me sëmundjen, edhe në momentet kur asaj është dashur të dilte në skenë përpara kamerave. Në skenë isha e pafuqishme, 2-3 herë madje jo në skenë, por gjatë provave më kanë rënë të fikët. Kjo filloi të më sillte probleme, mund të isha e lumtur brenda vetes time, por problemet sa vinin edhe rëndoheshin, shtoheshin. Unë jam e rrethuar nga njerëz që kanë strukturë të dobët, edhe sido që të jetë, nuk është se më ka ndikuar. Dietat forta ushqimore mban? Jo. Nuk mund të mbaj sepse ndikojnë keq. Orët e vona këtu na kanë lodhur shumë dhe duhet kemi dhe kujdes me ushqimin, që mos shtojmë në peshë, ajo ndikon dhe në balet pastaj. Je mërzitur kur je dobësuar shumë, si e ndjer? Nga një anë është më mirë, domethënë, nga që ndërkohë që bën ushtrimet e baletit ndihesh më e lehtë, ke më shumë lëvizje për të bërë, ndërsa ushqimi tepër të rëndon edhe nuk e realizon ashtu siç duhet ushtrimet. Anoreksia nervore është një çrregullim serioz që prek kryesisht femrat në moshën e adoleshencës. Viktimat e saj mund të torturojnë veten nga të pangrënët gjerë në vdekje, të obsesuar nga mendimi se mund të jenë elegante, refuzojnë të hanë apo përfshihen në sjellje të tilla si agjerim apo përdorimi i laksativëve. Më kujtohet kontakti im i parë me fenomenin, ku më duhet punoja me një kampione të gjimnastikës, madje kishte marrë pjesë në olimpiadat dhe ishte shtruar në spital pikërisht për problem të anoreksisë mendore. Dinamika e brendshme e zhvillimit të çrregullimit, unë do thoya që është e njëjtë, që shoqërohen, le të themi, me një nevojë për të vendosur kontrollin mbi veten, por edhe mbi botën që rrethon, është një nevojë jashtëzakonisht
është aq e fortë sa që sjell edhe këto dëmtime të imazhit trupor të vetë individit për veten. Largimi i dëshirës për të ngrënë kthehet në një makt për personat e prekur nga kjo sëmundje mendore. Zgjidhje ka, por ajo duhet të jetë organizuar në grup nga specialistët, psikoterapisti, dietologu klinik dhe patologu anoreksik, i cili në vendin tonë nuk ekziston. Në momentin që ai është i ndërgjegjshëm që të ndihmohet, atëherë hyn roli i dietologut shumë i rëndësishëm, sepse një person anoreksik i cili mund të jetë tek 35 kilogram pesha trupore me një BMI rreth 17 kg për metër katror të gjatësisë, është një person shumë i riskuar nga rifillimi i ushqimit. Do me thënë, ne nuk mund t'i themi këtij personi që nuk është ushqyer për një kohë të gjatë dhe ka humbur shumë kilogram, fillo dhe ushqeu normalisht. Ka disa pika shumë kyçe për të parandaluar sindromën e riushqyerjes, e cila është edhe kërcënuese për jetën, sepse në momentin që ne kemi humbur qeliza të trupit janë shpërbërë nga mungesa e ushqimit dhe mungesa e nutrientëve, nuk mund të fillojmë pas një kriter të japim ushqim, sepse ndërtimi i qelizave të reja do të krijojë çrregullime të elektrolitëve që mund të japin menjëherë probleme të zemrës, probleme kardiake. Nuk mundet që një person që është anoreksik, e dim shumë mirë që ka anemi, nuk mund të fillojmë suplementet e hekurit sepse nuk është kaq e thjeshtë. Çdo gjë duhet të bëhet në një kombinim perfekt të makronutrientëve me vitaminat dhe mineralet që merren. Në vendin tonë sëmundja anoreksisë mendore është diçka e re, por jo e panjohur. Ndonse në botë me miliona pacient janë në luftë të vazhdueshme me anoreksin. Nga kjo sëmundje për vite me radhë janë kuruar edhe yje të Hollywoodit si Demi Moore, Angelina Jolie e shumë të tjerë. Tashmë fenomeni është prezent edhe në vendin tonë. Njëroj gjithë gocave që përballën me anoreksin, që fillimisht ta pranojnë ato vetë dhe pastaj edhe familjarë që të mundohen të japin sa më shumë dashuri ashtu siç janë munduar familjarët e mi të ma japin mua, është diçka që kalon, por thjesht duhet të kesh vullnetin dhe guximin.